you actually think you can write that down? Dritat e varura prej kristalit të restorantit ekskluziv Lambrojësie në Paris hidhnin një shkëlqim të ngrohtë mbi tryezat e mbuluara me çarçaf mëndafshi, ku vetëm elita e shoqërisë kishte privilegjin të ulej. Ishte një nga ato mbrëmje ku aroma e parfumeve të shtrenjta dhe zhurma e lehtë e gotave të kristalta krijonin një atmosferë suksesi dhe pushteti absolut. Në tryezën më të mirë të restorantit, me pamje nga dritaret e mëdha harqe, ishte ulur Elena, një trashëgimtare miliardere e njohur në rrethet e larta jo vetëm për pasurinë e saj maramendse, por edhe për një natyrë të jetë arrogante dhe një dëshirë të pangopur për të ndjerë veten superiore ndaj të tjerëve. E veshur me një fustan të qëndisur me dorë dhe me bizhuteri që vlenin sa një pasuri e tërë, ajo po bisedonte me shoqen e saj të ngushtë, duke parë përreth me një vështrim kritik, sikur asgjë dhe askush në atë dhomë të mos ishte në lartësinë e saj. Për Elenën, njerëzit që punonin në sektorin e shërbimit nuk ishin gjë tjetër veç se hije pa fytyrë, të krijuar vetëm për t'i plotësuar dëshirat e saj. Dhe ajo kur nuk e humbiste rastin për të treguar autoritetin e saj të egër mbi ta. Në atë moment, drejt tryezës së tyre u afrua Arbani, një djalë 25 vjeçar me origjinë nga Shqipëria, i cili mbante veshur uniformën klasike dhe të thjeshtë të kamarierit të restorantit. Pavarësisht veshjes modeste, Arbani kishte një qëndrim jashtëzakonisht dinjitoz, me kurrizin drejt dhe një vështrim të qetë plot inteligjencë, që reflektonte një pjekuri të rrallë për moshën e tij. Askush në atë sallë nuk e dinte se pas asaj uniform fshihej një student ekselent, i cili kishte ardhur në Paris me forcat e veta dhe punonte me orë të gjata e të lodhshme natë vetëm për të paguar dhe financuar studimet e tij master në financë ndërkombëtare. Arbani nuk i friksoi punës së ndershme. Për të, ky pozicion ishte thjesht një urkalimi drejt një të ardhmeje të madhe që po e ndërtonte me sakrifica. Ai u ndal pranë tryezës së miliarderes, hapi me lëvizje elegante menyn e lëkurës dhe me një zë të ngrohtë profesional, ju drejtua atyre në një frëngjisht të përsosur. Mirëmbrëma zonja. Mirë se erdhët në restorantin ton. Unë jam Arbani dhe do të jem në shërbimin tuaj për këtë mbrëmje. Kjo është menyja e sugjeruar nga shefi për sonte. Megjithatë, sapo Arbani u prezantua, Elena nuk e mori fare mundimin të shihte menyn. Në vend të kësaj, ajo ngriti syt dhe gjeti distinktivin e vogël të kapur në gjaketën e tij, ku ishte shkruar qartë emri Arban. Një buzëqeshje tallëse dhe e ftohtë ju shfaq menjëherë në fytyrë. Pa e vrarë mendjen nëse ai po e dëgjonte dhe pa treguar asnjë grim edukate, ajo u kthye nga shoqja e saj dhe, duke folur në një frëngjisht të shpejtë me një ton qëllimisht të lartë që të dëgjohej, tha: "Shikoje këtë, një tjetër emigrant që vjen nga cepa të humbur të botës për të pastruar pjatat tona dhe për të na shërbyer. Bastos se ky djaloshi këtu nuk di as të numëroj deri në 10 në gjuhën tonë. E lëre më të kuptoj diçka nga kjo meny luksoze. Është vërtet qesharake se si ky restorant pranon të punësoj njerëz të tillë pa asnjë nivel." Shoqja e saj shpërtheu në një të qeshur të mbytur, duke parë nga Arbani për të parë nëse ai do të reagonte apo do të ulte kokën nga turpi. Arbani, megjithatë, thjesht vazhdoi të qëndronte aty me bllokun e shënimeve në dorë dhe me një fytyrë krejtësisht të pashpreshme, duke fshehur me mjeshtëri çdo emocion, ndërsa në mendjen e tij skenari i kësaj mbrëmjeje sapo kishte marrë një drejtim krejt tjetër. Elena e rrotulloi gotën e kristalt me zgishtave, duke parë se si drita e qirinjve reflektohej mbi thonjtë e saj të kuruar në mënyrë perfekte. Ajo mori një glënik të vogël uji, duke mos ia ndarë për asnjë sekond vështrimin e saj shpërfillës dhe sfidues Arbanit. Ajo donte ta zgjaste këtë moment, ta shijonte çdo sekond të këtij poshtërimi të ngadalshëm që po thurreshe në mendjen e saj. Për të, kjo skenë nuk ishte thjesht një porosje thjesht darke në një restorant luksoz. Ishte një shfaqje e pastër fuqie përpara shoqes së saj dhe klientëve të tjerë të pasur që ishin ulur në tryezat pranë. Ajo lëvizi gishtat e saj të mbushur me unaza me diamante të rënda dhe, pasi vuri re se Arbani po qëndronte ende i palëkundur, vazhdoi të fliste në gjermanisht, duke ndërlikuar qëllimisht edhe më shumë situatën, me një ton zëri që pikonte helm, arrogancë dhe ironi të hollë. Për më tepër, nëse ky restorant që pretendon se ka hyrë Michelin ka mbetur në duart e njerëzve si ty, atëherë standardet e tyre kanë rënë vërtet për tokë. Dua që sallata ime të përgatitet me vaj ulliri të vjele ekskluzivisht me dorë nga rajonet e Toskanës. Dhe mishi duhet të pritet në një kënd specifik që të mos humbas lëngun. Nëse ka qoftë edhe një gabim të vogël në temperaturën e pjatës apo në shërbim, unë do të kujdesem personalisht që ti të fluturosh nga kjo punë që sonte, pa marrë asnjë qindark pag apo rekomandim. Apo më dëgjon, apo mos vallë gjuha gjermane dhe këto kërkesa janë një koncept shumë i lartë për kapacitetin tënd të kufizuar intelektual? Shoqja e saj e ngushtë e ulur përballë nxori telefonin nga çanta e saj e shtrenjtë, gjoja për të kontrolluar njoftimet, por në të vërtetë po mbante me vështirësi një të qeshur të fortë të hapur. Ajo po shijonte çdo fjalë, duke parë se si e gjithë vëmendja e asaj pjese të sallës po përqendrohej gradualisht te tryeza e tyre. Disa klientë nga tavolinat fqinje,
Burra me kostume të qepura me porosi dhe gra me fustane mbrëmjeje, kthyen kokët me kuriozitet, duke ndjer tensionin e rënd që po krijohej në ajër. Elena ndihej në kulmin e triumfit të saj të vogël e dashakeq. Ajo ishte absolutisht e bindur se ky djalë i ri shqiptar, i bllokuar në peshën e një gjuhe të huaj që sipas saj ai nuk e kishte dëgjuar kur më parë në jetën e tij, do të thyej përpara syve të gjithëve. Ajo priste që ai të skuqej nga turpi, të fillonte të belbëzonte justifikime të kota në një frëngjisht të çale të pasigurt, apo të detyrohej të ulë huteshin e të kërkonte ndihmë nga menaxheri i restorantit, duke u bërë kështu gazi i botës për të gjithë të pranishmit. Ajo donte ta shihte duke u përkulur, duke kërkuar falje për paditurinë e tij, në mënyrë që ajo të vërtetonte edhe një herë me veten se paratë e saj mund të blinin çdo lloj nështrimi. Etapa 3. Kthesa e madhe, përgjigja shokuese e Arbanit. Ndërsa e qeshur atall se Elenës dhe shoqes së saj ende po e gonte në ajrin e rënd të restorantit, Arbani nuk lëvizi asnjë qerpi. Ai nuk u skuq, nuk u tregua i pasigurt dhe nuk tregoi as shenjë më të vogël të frikës apo të konfuzionit që Elena po priste me aq padurim. Përkundrazi, ai mori një frymëmarrje të qetë, drejtoi edhe më shumë shpatullat dhe uli ngadalë bllokun e shënimeve që mbante në dorë. Sytë e tij, të cilët deri në atë moment kishin qenë thjesht profesional dhe të përmbajtur, tani reflektonin një shkëlqim të mprehtë e plot vetbesim. Ai e vështroi Elenën drejtë në sy, me një shikim aq depërtues saq për një moment, buzëqeshja në fytyrën e miliarderes filloi të ngrihej. Pa e prishur as pak qetësinë e tij, Arbani hapi gojën dhe filloi të fliste. Nga buzët e tij rodhi një gjermanisht absolutisht e përsosur, me një akcent të pastër akademik të Hanoverit, aq të rrjedhshme dhe të saktë saq do të bënte zili edhe një profesor të gjuhësisë në Berlin. Zonje, e kuptova porosin tuaj në mënyrë teje të detajuar dhe i shënova të gjitha kërkesat tuaja specifike, tha ai, duke përdorur një ton zëri të ulët, por tmerrsisht të qartë që pushtoi të gjithë zonën përreth. Megjithatë, më duhet t'ju informoj me keqardhje se vera e rrallë e vitit 1945 që ju kërkuat me aq ngulm, ka përfunduar që javën e kaluar, pasi u blere gjitha nga një klient që dinte vërtet ta vlerësonte historinë e saj. Për sa i përket filet mignon dhe kërkesës suaj për vajin e ullirit të Toskanës, kuzhinieri ynë shef, i cili mban 3 yje micelin, ka një rregull të prerë. Ai nuk bën kur modifikime të trumfës apo të recetave të tij për klient që hyjnë në këtë ambient dhe mendojnë se parat u japin të drejtën të sillen pa respekt me stafin që u shërben. Fytyra e Elenës ndryshoi ngjyrë menjëherë, duke u zbardhur plotësisht nga tronditja. Ajo hapi gojën për të folur, për të bërtitur apo për të thirrur menaxherin, por Arbani nuk i la asnjë sekond kohë për të mbledhur veten. Pa asnjë pauzë, ai ndryshoi menjëherë gjuhën, duke kaluar në një anglisht të rrjedhshme britanike, me një diksion të rafinuar që dëshmonte për një edukim të nivelit më të lartë. Dhe sa për pyetjen tuaj fyese rreth kapacitetit tim intelektual dhe prejardhësime, vazhdoi ai duke bërë një hap të vogël përpara, çka e detyroi Elenën të mbështetej edhe më shumë pas karriges së saj. Ju bëni mirë të dini se unë jam këtu, në këtë qytet, duke punuar me ndeshmëri vetëm për të financuar me forcat e mia diplomën time të dytë master në financë ndërkombëtare këtu në Paris, pasi kam përfunduar të parën në Londër me rezultate maksimale. Kam ardhur nga Shqipëria, një vend që mbase ju nuk e njihni, por ku na mësojnë se dinjiteti dhe puna nuk janë kur turp. Ndërsa ju, zonji, sapo vërtetuat se pavarësisht pasurisë suaj marramendse dhe bizhuterive që mbani në trup, parat tuaja nuk ju ablejnë dot kur klasin, edukatën e thjesht njerëzore apo kulturën që ju mungon në mënyrë kaq të dukshme. Në sallë ra një heshtje absolute, aq e madhe sa që mund të dëgjohej edhe rrahja e sekondave të orës së murit. Shoqja e Elenës e uli telefonin me shpejtësi, me një fytyrë të ngrirë nga turpi, duke mos ditur ku të shihte. Klientët në tryezat fqinje, të cilët kishin ndjekur të gjithë skenën, filluan të pëshpëritnin me njëri tjetrin, duke parë nga Elena me sy kritik dhe duke buzëqeshur me mpretësinë dhe guximin e kamarierit të ri. Elena ndihej e zhveshur nga autoriteti i saj. Për herë të parë në jetën e saj, dikush që ajo e konsideronte të thjeshtë dhe inferiore e kishte thyer plotësisht përpara të gjithëve, duke përdorur pikërisht armën e saj, inteligjencën dhe dijen. Etapa 4. Karma e plot, zbulimi i identitetit të ri. Ndërsa Elena qëndronte ngrirë në karrigen e saj, me fytyrën që i ndëronte ngjyra nga e kuqja e rëndë e rrezikut në një të zbardhur të ftohtë turpi, ajri në restorant dukej sikur kishte ndaluar së qarkulluari. Ajo përpiqej të gjente fjalët për të reaguar, për të bërtitur apo për të shpëtuar atë pak autorite që i kishte mbetur, por fyti ishte tharë plotësisht. Shoqja e saj e ngushtë kishte kthyer kokën nga ana tjetër, duke u shtirur sikur po shikonte ambientin e restorantit, vetëm që të mos identifikohej me humbjen totale të Elenës. Ishte pikërisht ky momenti i tensionit maksimal, kur karma vendosi të godiste me të gjithë forcën e saj. Nga fundi i sallës, me hapa të shpejtë të vendosur, u shfaq drejtori i përgjithshëm i restorantit Lambroisie, një burr i vjetër e me përvojë,
i cili njihej për rreptësinë e tij dhe që rrallëherë dilte vetë në sallë për të shërbyer klientëve. Elena, duke parë drejtorin që po afrohej me një dosje të rëndësishme prej lëkure të zezë në dorë, ndjeu një fije shprese. Ajo mendoi se ai po vinte për të zgjidhur incidentin dhe për të pushuar nga puna kamarierin që guxoi t'i kthente përgjigje. Me një lëvizje të shpejtë, ajo u drejtua në karrige, mori një frymëmarrje arrogante dhe hapi gojën për të thënë: "Drejtori, ky punonjësi juaj." Por drejtori i përgjithshëm as që e ktheu kokën nga ajo. Ai kaloi tepërtej tryezës së miliarderes, u ndal saktësisht përpara Arbanit dhe me një përkulje të lehtë të kokës që tregonte një respekt të jashtëzakonshëm e pothuajse zyrtar, i foli me një zë të lartë që u dëgjua qartë në të gjithë zonën. "Zoti Arban, më falni që po ju ndërpres në minutat e fundit të ndëresës suaj, por sapo erdhi një njoftim urgjent nga zyra qendrore në Londër. Konfirmimi nga bordi i aksionerëve të fondit investiv Dardan sapo u nënshkrua zyrtarisht." Drejtori hapi dosjen e lëkurës dhe i zgjati Arbanit një dokument të vulosur me stema ari. Analiza e thellë e tregut dhe strategjia e menaxhimit të rrezikut që ju hartuat për blerjen e aksioneve tona u vlerësua si geniale nga bordi. "Vendimi është unanim. Ju sapo jeni emëruar zyrtarisht drejtori i ri i analizës financiare dhe menaxhimit të aktiveve të fondit Dardan. Kontrata juaj e re fillon që nga ky moment. Ju nuk keni më asnjë arsye për të mbajtur këtë uniform apo për të qëndruar në këtë sallë si kamarier. Është nderi ynë që ju patëm këtu, por vendi juaj tani është në zyrën kryesore." Dëgjimi i emrit Fondi Investiv Dardan bëri që Elenës t'i binte piruni nga dora, duke krijuar një zhurmë të mpret metalike mbi pjatën e zbrazët. Sytë e saj u zgjeruan nga një tmerr i vërtet dhe i pastër. Fondi Investiv Dardan nuk ishte thjesht një kompani çfarëdo. Ai ishte institucioni gjigant financiar që zotëronte mbi 60% të aksioneve të kompanive të tekstilit dhe pasurive të paluajtshme të familjes së saj. Me fjalë të tjera, ky djalë i ri shqiptar, të cilin ajo para 5 minutash e quajti emigrant të paaftë që nuk ditë të numëroj, sapo ishte bërë njeriu më i fuqishëm mbi fatin ekonomik të familjes së saj. Me një lëvizje të thjeshtë të lapsit të tij në analizat e ardhshme financiare, Arbani kishte tani në dorë pushtetin për të miratuar ose bllokuar linjat e kredisë dhe investimet që mbanin në këmbë perandorinë e saj. Arbani hodhi një vështrim të qetë mbi dokumentin, buzëqeshi lehtë dhe i shtrëngoi dorën drejtorit. "Ju faleminderit, zoti drejtor. Ishte një përvojë e vlefshme për mua." Më pas, ai u kthye ngadalë nga Elena, e cila tani po e shikonte me një përzierje frike, turpi dhe lutje e të heshtur, e vetëdijshme për gabimin fatal që kishte bërë duke nënçmuar njeriun e gabuar. Heshtja që mbretëronte në restorant ishte aq e rëndë, saqë mund të ndiej peshën e çdo sekonde që kalonte. Elena qëndronte e gozhduar në karrigen e saj të shtrenjtë, me shikimin e humbur diku mbi çarçafin e mëndafshit të tryezës. Sytë e saj që më parë shkreptinin nga një arrogancë e egër dhe pushtet i rrem, tani ishin të mbushur me një frikë të qartë. Ajo e dinte mirë se çfarë do të thoshte që Fondi Investiv Dardan të kishte në krye të analizës një njeri që ajo sapo e kishte fyer në mënyrën më të ulët të mundshme. Një fjalë vetme e Arbanit në mbledhjen e ardhshme të bordit do të mjaftonte për të rishikuar të gjitha marrëveshjet financiare të familjes së saj, duke ju prerë linjat e investimit e duke i çuar bizneset e tyre drejt një krize të pashmangshme. Arbani e vështroi edhe një herë, por në sytë e tij nuk kishte urrejtje apo dëshirë për hakmarrje primitive. Kishte vetëm një superioritet të pastër intelektual dhe moral. Me lëvizje të ngadalta dhe plotësisht të llogaritura, ai ngriti duart dhe filloi të zbëthente distinktivin e vogël të plastikës ku ishte shkruar emri i tij. Ai e hoqi atë nga xhaketa e kamarierit dhe me një lëvizje elegante e vendosi mbi tryezë, saktësisht pranë gotës së kristal të Elenës. "Zonje," tha Arbani, duke marrë një ton zëri të qetë, por që peshonte sa një rufe, "kjo uniform dhe ky emër që ju i përbuzët me aq kënaqësi, sonte përfunduan misionin e tyre. Ata më shërbyen për të mësuar vlerën e punës, të durimit dhe mbi të gjitha, për të parë fytyrën e vërtet të njerëzve kur mendojnë se kanë gjithçka në dorë." Ai bëri një hap prapa, rregulloi këmishën e tij dhe i dhuroi asaj një buzëqeshje të lehtë, pothuajse ironike. "Tani, nëse më lejoni, po shkoj në zyrën time të re për të filluar punën dhe për të shërtuar dosjet e para të investimeve, ku me sa mbaj mend, emri i kompanisë suaj është i nënvizuar i pari. Ju uroj ta shijoni darkën tuaj deri në fund. Nëse ju ka mbetur ende oreks." Pa pritur asnjë përgjigje dhe pa e kthyer më kokën pas, Arbani u kthye dhe eci me hapa të sigurtë me kokën lart drejt daljeve të sallës, i ndjekur nga vështrimet e admirimit të gjithë klientëve dhe të vetë drejtorit të restorantit. Elena mbeti aty, e vetmuar me sluksit të rrem, e turpuruar përpara syve të gjithë Parisit, duke kuptuar se me arrogancën e saj kishte shkatëruar pikërisht urën që mbante në këmbë perandorinë e saj. Asnjëherë mos e gjykoni një njeri nga uniforma që mban veshur sot, sepse jeta është një rrotë që rrotullohet atëherë kur nuk e pret. Parat mund të blejnë rrobat më të shtrenjta dhe tryezat më luksoze, por ato nuk mund të blejnë kur klasin,
dijen dhe dinjitetin e një njeriu që lufton për të ardhmen e tij. Miliarderja e kësaj historie mësoi leksionin më të vështirë të jetës së saj. Njeriu që ti nënçmon sot, mund të jetë ai që do të vendosë për fatin tënd nesër, sepse në fund të ditës, karma nuk haron kurrë.